Bile, qituat ma thonë se PDK-ja kush gësus s'ko. Pse do të me bloku ata? Po nuk po blokujnë ata. Ata po blokojnë. E me ta dhënë ty krejt me që pushtetit e shpija? Jo. Në vjesta. Qytetarët ja kanë dhënë. Qytetarët ja kanë dhënë për një 51.1%. Cili qytetar? Po nuk votat qytetarë për president, mos i mashtoni njerëzit. Po ai pyethet qytetarë votojnë për deputetin e zonës, sondre. Nëse deputeti voton për president pastaj. Po deputet votojnë. Po ai deputeti Po derivati sistemi i qytetarit. Kosovës thotë që presidenti është jo vetëm i partisë politike shqiptare, edhe mbi serbët. Presidenti duhet të konë balancues midis në një. A më fort kanë apos balancues këtë farvenin atë. Presidenti duhet me balancu pushtetet midis veti edhe etnit midis veti. Okej, a mund bëhet Bedri Hamza president? Me një marrëveshje me PDK-n ku mund të ketë më shumë numra. Veç ose ndojnë pushtetin. Ma kënë vëllë, çfarë marrëveshje? Për shembull, çfarë marrëveshje mund të jetë? Marrëveshja mund të qenë veç një. Marrëveshje politike është veç koalicion. Shka të të marrëveshje politike, çka menut ju? A jep Albini koalicion? Unë e mënej që ju. Prandaj e ka do me shku në zxedhi, o zi pse ju keni gju njerën qo. Albini ju po ju thot, o popullimi dashën, po shkojmë në zxedhi, ju, jo Albin s'bon. E qka po ljëpi ju? Po s'bon dhe me shku në zxedhi, pse me shku në zxedhi? Po pse s'bon me shku në zxedhi? Plok të demokracisë kolegë dashën zxedhi që shërujnë, veç. Se i kodo, por ose o demokraci, mos po t'i rënë. Qa ofron shtate, qa do të ofronte pak i një mësu në demokraci. O, zoti Matoshi, qka do të ofronte një proces Që t'ka të zëtë? zëjtë, janë të pak të 20% e votuesve që nuk kanë militant apo Qollak, pse e të kërku ti zgjedhje? Qollak, pse ti po kërkon zgjedhje?